Por në anën tjetër, identifikimi i rastit është bërë deri në momentin kur ai ka pas nevojë për një ndihmë mjekësore. Dhe kjo, do të thënë, neve na bën të parashtrojmë shumë pyetje se çfarë dhune tjetër psikologjike ai fëmijë mund të ketë përjetuar, çka ka përjetuar edhe fëmijët tjerë në këtë familje. Dhe thjesht, do të thënë, në këtë rast, për neve, të gjithë neve është përkeqardhje që vetëm në situatën shumë drastike, do të thënë kur ka pas lëndime të caktuara trupore, është identifikuar si rast, që nënkupton se çka ka ndodhur me fëmijët tjerë, ky fëmija shkon në kopsht, a kanë mund ta vrinë të tjerët, do të thënë në anën tjetër nënkupton që familjet tona nuk janë edhe në kontrollin e shtetit, do të thënë fëmijët nuk e kanë raportuar një dhunë të tillë, dhe thjesht do të thënë kjo na bën të kuptojmë që shpesh dhuna e cila ndodh në familje është jashtëzakonisht e izoluar dhe do të thënë identifikohet vetëm në rastet kur diçka është shumë e dukshme. Por jemi do të thënë ne dimë që të përjetojmë dhunë nuk është vetëm pjesa fizike që në fatkeqësisht me të gjitha lajmet që kum dëgju ka pas lëndime të rënda trupore fëmia për katës, por në anën tjetër kjo neve na lën për të menduar fatkeqësisht se çfarë dhune tjetër psikologjike ky fëmijë, por edhe fëmijët tjerë kanë përjetuar në këtë familje. Fatkeqësisht institucionet tona shtetërore në shumë gjëra dështojnë sa i përket dhunës, në këtë rast posaçërisht po, sepse të vjen një fëmijë në gjendje të tillë, nuk kupton që dhuna ka tribuar dhe një zhurmë, nuk është ajo një dhunë në qetësi. Dhe kjo nuk kupton që edhe nuk kanë raportuar edhe fshinjet, po apo edhe nëse kanë raportuar fshinjet, institucionet publike do të thënë thjesht nuk e kanë informacionin përkatës. Dhe normalisht që institucionet publike fatkeqësisht ne po ballafaqohemi me dhuna të caktuara kur po ndodhen në sistemin arsimor, edhe kjo neve do të thënë kemi jemi në një sprovë të madhe në sektorin tonë, në institucionet tona shtetërore, se si ne po e trajtojmë dhe çka ne konsiderojmë dhe si konsiderojmë dhunën realisht, edhe a jemi të vetëdijshëm për pasojat e dhunës apo jo. Qendra për punë sociale, siç është transmetuar, ka 4 vite që ka pasur njohuri dhe ka qenë dijeni për gjendjen në atë familje, nuk ka marrë asnjë veprim, nuk e ka monitoru, nuk e ka mbikëqyr, nuk e ka përcjell rastin, besoj që kemi edhe përgjegjësi përveç asaj morale edhe penale. Në qoftë se deri në këto momente kur po flasim, prokuroria nuk ka filluar të zhvillojë hetimet edhe në drejtim të qendrës për punë sociale, unë besoj që duhet ta bëj. Madje e shfrytëzoj rastin nga kjo studio dhe ftoj publikisht prokurorinë që duhet të fillojë hetimet edhe kundër qendrës për punë sociale, por jo vetëm. Për shkak se sistemi monitorimit ose sistemi i mbrojtjes familjare dhe sociale tek ne është i organizuar në 3 nivele. Kemi qendrën për punë sociale, është komuna përgjegjëse si dhe ministria. Në rastin konkret personalisht mendoj që kanë dështuar komplet. Pra ka dështuar qendra për punë sociale, ka dështuar komuna dhe ka dështuar ministria. Fajtorët nuk duhet të shikohen vetëm tek prindrit. Nëse kemi prindër që kanë pasur probleme mendore, paftësi për të çka do me komentu ma shumë, do me thonë, një prind me paftësi mendore që qëndron në brenda disa mure me 7 fëmijë. Më thonë, imagjinoj, fakt është e pa imagjinueshme se qysh ka mujt më kanë jeta e atyne. Prokuroria ka caktuar masën e paraburgimit ose ka kërkuar masën e paraburgimit për lëndim trupor, na bën me kuptu që gjendja shëndetësore e atij fëmijë nuk ka arrit brenda një dite. Madje nuk ka mujt me arrit ndoshta as brenda disa javë, mujt me qenë edhe muj, po që një vlerësim të tillë sigurisht kanë me dhënë ekspertat përkatës të fushës. Prej momentit kur qendra për punë sociale ka qenë në njohuri për gjendjen në atë familje, e që si duket ka qenë para 4 viteve, kur edhe i ka pasur fëmijët në mbikëqyrje dhe ka vendosur me këtë familje, është dashur me pas një plan operativ, strategjik të monitorimit të vazhdueshëm. Duke pa gjendjen e fëmijës, na bën me kuptu që ka një kohë gjatë që qendra për punë sociale nuk e ka vizituar familje. Duke mos e vizitu familje nuk ka përmbush detyra që ja ka përcaktu statusi dhe ligji. Mos përmbushja e detyrave, në rastin konkret nuk kupton neglizhencë. Neglizhenca nuk kupton edhe përgjegjësi penale. Pra, këtu është ajo që, pse unë them që duhet të bëhet një hetim komplet i rrethanave, komplet i situatës dhe komplet i rastit. Pse është braktisja e familje nga shteti? Për shkak se unë nuk kam qysh me e qujt ndryshe, përveç se braktisje totale nga gjitha institucionet. Në qoftë se ke 2 persona në familje që kanë probleme mendore, që në këtë rast si duket është edhe nëna dhe baba, dhe antarët e familjes nuk kanë marrë asnjë veprim drejt parandalimit të asaj që ne kemi pa, me të vërtet ka përgjegjësi penale. Për shkak se mos lajmërimi i veprës penale është vepër penale. Mos raportimi prap ka elemente të veprës penale. Kështu që
Dhe ke parë përvojën tuaj si avokate që kemi parë prokurorë që kanë ndjekur personat të tillë për përgjegjësi penale duke mos raportuar dhunën, sepse nuk duke që i shpesh i dëgjojmë në përvojën time jo shumë shpesh, rrallë, por po. Fatmirësisht ka dhe prokuror, po ka dhe gjyqtar që me të vërtet punën e tyne e bojnë me përkushtem, sepse në rastet të tilla, madje është edhe mendimi i gjykatës evropiane të drejtësisë, ku tha që gjitha institucionet, kur kanë të bëjnë me fëmijët, nuk duhet të kufizohen vetëm në kornizën ligjore. Pra ka leju me dalë dhe jashtë kësaj, duke udhëhequr nga parimi për interesin më të mirë të fëmijës. Në qoftë se secili individ, po flas individualisht, por edhe institucion, do të punonte duke u nisur nga ky parim, nuk do të ishim në këtë situatë ku jemi, sepse unë jam shumë e sigurt që rastin që ne e kemi pa nuk është i vetmi, nuk është rast i izolum. Fatkeqësisht rastet të tilla mund të ketë vazhdimisht. Për shembull, shqetësuese është fakti që këta janë 7 fëmijë. Sipas informacioneve, ky 5 vjeçari është fëmia më i vogël. Po imagjinojmë moshën e fëmijëve të tjerë. Mund të jenë 8, mund të jenë 10 vjeçar. Nuk kemi informacion, këta fëmija kanë qenë të përfshirë në sistemin arsimor. A e kanë ndjekur mësimin, a kanë shku në shkollë, nëse ju është lajmëru ndonjëherë qendra për punë sociale nga mësimdhënësit, sepse mos të harrojmë që dhe shkolla... Pra po thoni që përgjithësia shkon duke rritur edhe në nivele tjera. Vazhdon duke u zgjeru, sepse çdo institucion shkollor ose mësimdhënës ka obligim në qoftë se ai fëmijë nuk paraqitet në shkollë, nëse jo me njoftu prindin, me njoftu qendrën për punë sociale. Thjesht ne duhet të zgjerojmë fillimisht njohuritë tona individuale, përkatësisht me punën dhe pozitën që e mbajmë dhe përgjegjësitë që na ndalin nga ajo punë. Sepse nëse rritet vetdia në këtë drejtim, vetdia shoqërore, sigurisht që rastet e tilla edhe lajmërohen, po edhe mund të parandalohen.